Bashkisë së Shkodrës i kërkohet që të vazhdojë me projekte të tjera për rregullimin e rrugëve në zona informale tek ish-kombinati i Drurit, ashtu siç janë rregulluar disa rrugë të tjera në këtë zonë. Qytetarët theksojnë se investimet e nisura duhet të përfshin edhe rrugën Gjovalin Xhadri, përballë ish-fabrikës së duhancigareve, pasi ajo është në gjendje të rëndë me gropa, ujë dhe baltë. Me këtë rrugë jena qyshën 96-ën, si kena rojto. As ka bo kërkush as si lloj investimit në ta, që ka bo doja e me kamiona qakullit e letë sarrin i kje punë. Probleme për zotën sa ma shumë e ma janë, shife, fëmija duhet me i marë ndorë për me i prunë të fugoni, se nuk futen makinat e vogla këtej. Tash njesh duhet me llogarit gjithkush, vetëm për punë të fëmijëve. Për Bashkinë Shkodër është kërkesa jonë, ne bojnë i këtë rrugicë. Të në rrugisat tjera janë ba, i kjo ka met e pa bame. Janë të i punu, se i për kanë punu dhe ma, po është një këtë rrugis nuk ka fut kërkush. As si lloj kryetar bashkijet, as kërkush nuk ka fut i to. Si regull duhet mu fut të në listë, të në rrugisat. Tri rrugisa ma, po është i kanë ba me ndryshime me të në, me kanalizime me të në, kurse këto nuk ka fut kërkush. Kjo rrugë shërben për tjetra familje të përfshira në zonën informale të fermentimit dhe ish-kombinatit të Drurit të Shkodrës, më saktë në territorin e ish-fabrikës së letrës. Banorët kujtojnë se investimi deri tanishëm ka qenë në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, ndaj tani kërkojnë pushtetit vendor edhe rregullimin e rrugëve, si një investim që ndikon ndjeshëm në përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë komunitetin e kësaj zone.